Mirë, po unë, domethënë, në momentin që e dëgjova prej këtij, që nuk kishte lidhje fare me këtë mikun gazetar, as nuk e njeh fare, që më kishte thënë të njëjtat fjalë, gjithë trupi im u përshkruar nga mornicat. Edhe unë këtë fjali e shkruajta dhe mbajta të shkruar tek një nga këto tabela që kam tek zyra me emra të ndryshëm, njerëzish, individësh, familjesh që lutem për ta. Edhe e shikoj për ditë, bota është kisha jote, bota është kisha jote. Ke parasysh tek filmi Scarface, me the world is yours. Është ai momenti, të dy këta dalin, bie në fund. Pra këta kolumbianët e vegjël dalin nga ajo qebaptoria që pjekin lajn pjatat e kështu, edhe një moment shikoj një reklam aty në Amerikë. The world is yours. The world is yours. Edhe aty ridimensionojnë konceptin e tyre tani që bota ishte rreth tyre, ishte përqar tyre, ata mund ta pushtonin botën. Mirë, por në ndryshim me ta, bota për mua tani më duhet ishte vendi i shërbimit. Pra vendi ku unë figurativisht duhet leja këmbët e bashkëkombësve të mi dhe duhet të shërbeja atyre pavarësisht kostos dhe çmimit me cilin do të përballesha.